Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit për të përgatitur tani ca qofte të shpejta, të shishme, të veçanta, me patate, me qep, me vezë, me erëza të ndryshme, qep jeshile, të njoma. Brumin e kemi përgati. Pra këtu kam patatet të zjera, kaq. Shtoj bishtat e qepve, masën e kripës, erëzat, piperi kuq i ëmbël, piperi zi, shumë pak, dhe geca për shije, nuk e shkel, edhe qepët e kuqe dhe qep të njom, i largoj të gjitha. Bishtat e qepëve të njoma. Mund të shtoni majdanoz, e kam vënë opcionale, edhe kam mielin, vezën dhe galetet, bukën e thërmuar. Po, e punojmë. Qepa duhet e kuqe. E punojmë mirë, si që dini ju, e mirat mira dhe është që qëndrojnë në frigorifer. Po, të mpiksen dhe të forcohet pak masa. Por, mua koha nuk më premton. Dhe kemi 3 enë të tjera, ku do të kalojnë këto qofte, pra vezët e tjera të pazjera, galetën dhe mielin. Kam një qerek veze. Masa tjetër që shkon e në këtë formë, ka vezën brënda, pataten, erzat, qepët dhe tani kalon në miell të parin, mielli, pastaj si pas radhës janë vendosur. Duke qëndruar në miell, në frigorifer, normalisht është akoma dhe më mirë. Ja, këtu krijohet, si që thamë, ajo shtresa korja e sipërme kur të piqet. Dhe direkt e tava. Pra, po të duam i skuqim, po të duam i pjekim, ne të pjekim. I pjekim, po, se s'kemi ko për skuqe. Të ndrojmë pak vëndet këto, që ti vendosim ta kesh dhe më kollaj. Pra, miell, vezë, galet. Kjo është radha ku do kalojnë qoftet. Bëhet vëndi shtrati i vezës, vendos pjesën tjetër, e 3 vezë ovital të zjera, 3 vezë ovital të pazjera, për t'i shpërbër, në mënyrë që të kaloj pastaj brumi qoftes, kaloj nga mielli sërish, tek veza. Një qofte e tillë është e mjaftueshme për një person. Mund ta shoqëroni me salca të ndryshme. Shtratin, opa, ajde këtu. Ja, këtë këtu. Dhe mi pak vaj të lutem, sepse marrim duart të ngjisë. Po, faleminderit. Edhe një qofte në mbeti aty. Duke qenë se përbërësit janë pothuajse të gjithë gjysëm të gatuar, edhe qepa nuk ka nevojë për të pjekur aq shumë. Diku 15-20 minuta mund të qëndrojnë në furrë, në një furrë të parangror, kur ne po pjekim ndërkohë pastiqen edhe specat e mbushura me gjizë dhe jo vetëm. Ky është hapi i parë, pra zënja e brumit, më pas formimi, mbushja me vezën, kalimi tek mielli, veza dhe galeta. Së bashku, pasi të kaloj dhe ky proces, do t'i përmbledhim të gjithë përbërësit në tabelën tonë, pra në recetën tonë të shkruar, ndërkohë që Albana bën gati tavën për ta vendosur. Dhe jemi në fund. Lexojmë pak përbërësit, do t'i sjell të gjitha. Çfarë kemi? Ju ndërkohë merrni shënim përbërësit e qofteve me patate dhe vezë. Një recetë shumë e thjeshtë, e shijshme, e veçantë, ja edhe tavën me qofte afrojmë Albana, të 3 recetat mos harroni, i gjeni të postuara në rrjetet tona sociale me foton e tyre dhe mënyrën e përgatitjes, dhe po ashtu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Rreze Dielli. Të lumshin duart, puna jonë në kuzhinë vazhdon edhe pas pak, ndërsa së bashku jemi pas fleshit informativ do t'jemi me Altin Jokën.